Sot do flasim për disa deklarata dashurie që ne nuk i prisim të na vinin. Fillimisht, Aldo edhe Danja. Tani, nëse do të rikujtojmë pak, përpara disa prajmesh, Danja tha se Aldo po e ngacmonte. Gjë që të cilën Aldo e mohoi, gjithashtu edhe publiku ju kundërvun Danjës bashkë me produksionin, sepse thanë shiko se ti po e bën lojën, duhet flirtojnë të gjithë me ty. Dhe të jemi realiste edhe ne i gjykuam Danjën. Mirë po, ajo që ne do të na habisi është tërësia e ditëve të fundit, ku Aldo ka marrë Danjën dhe i ka shprehur ndjenjat. I ka thënë Danjës që shiko se largimi im me ty nuk ishte i kot, po ishte sepse unë fillova të krijoja disa ndjenja që nuk supozohet i krijoja. Vjen pak sa era tradhti këtu. Aldo shpreh se ishte shumë i qartë dhe në dieni që Danja ishte në një lidhje dhe që ndjenjat karshi Danjës nuk duhet ekzistonin kurse si, por ndjenjat nuk e pyetën. Rikujtojmë pak që Aldo ka patur disa pëlqime aty brenda. Ka qenë Rizarta, Ola mos gaboj, Danja dhe tani tha edhe se marrëdhënia e tij me Rizartën nuk ishte arsyeja pse ai u distancua nga Danja, por ishte pikërisht ndjenja që ai kishte për të. Ne do të shohim se si do të vijojë dhe se çfarë do të diskutohet nesër në Prime në lidhje me këtë deklaratë. Nuk e dim nëse kjo gjë është sa për lojë apo ka realisht ndjenja aty. Sepse dhe partnerja e tij, partnerja e Aldos, i tha në bisedë telefonike që shiko se nëse ty të thonë se ti ke pëlqyer 3 goca, ti pëlqej 6. Pra e shtyu në këtë drejtim dhe ne nuk e dim nëse ky pëlqimi për Danjën në këto ditë të fundit të programit është sa për show apo janë ndjenja të sinqerta. Megjithatë, ne do i zbulojmë, do i shohim të gjitha, do i shohim atë syrin ton skeptik